Një rast i rënd ka ndodhur kur një 40 vjeçar ka humbur jetën pasi dyshohet se ka përdorur një substancë të nxjerrë nga lëkura e një bretkose helmuese, e njohur si Kambo. Viktima e identifikuar si Christian Trend, i cili më parë kishte mposhtur kancerin, dyshohet se ka marrë pjesë në një ceremoni pastrimi ku është përdorur kjo substancë. Substanca Kambo, e cila përftohet nga sekrecionet e bretkosës gjigante me gjethe, është ndaluar në disa shtete për shkak të rrezikshmërisë së saj, por vazhdon të përdoret në disa ceremoni alternative. Sipas mediave ndërkombëtare, 40 vjeçari nga Mbretëria e Bashkuar është rrëzuar në apartamentin e tij pas konsumimit të preparatit, ndërsa ndihma mjekësore nuk ka arritur ta shpëtojë. Familjarët e tij kanë deklaruar se ai ishte në gjendje të mirë shëndetësore pas shërimit nga një formë rrallë e kancerit, ndërsa ende po hetohen rrethanat e sakta të vdekjes. Autoritetet pritet të publikojnë rezultatet e hetimeve dhe toksikologjisë në ditët në vijim.